Ekipi Lezhjani Beslidhjes në futboll arriti sërish një fitore të rëndësishme ndaj Gramshit me rezultatin 2-1, duke ruajtur vendin e parë në renditje. Ndeshja e luajtur në Lezhë pati 2 tablo të ndryshme. Në pjesën e parë, Beslidhja ishte më kërkuese dhe arritën të shënojnë 2 gola brenda vetëm 6 minutash. Fillimisht ishte nigeriani që zhbllokoi rezultatin në minutën e 18, ndërsa në të 24-tën Raboshta dyfishoi avantazhin për vendasit. Pavarësisht tepërsis, Beslidhja vazhdoi të kontrollonte lojën dhe pjesa e parë u mbyll 2-0. Në fraksionin e dytë, Gramshi reagoi dhe ushtroi me shumë presion, duke arritur të ngushtojë diferencën në 2-1. Megjithatë, skuadra e trajnerit Plori menaxhoi me qetësi lojën, duke ruajtur ekuilibrin dhe fitoren deri në fund. Jemi koshent për atë se që pa me në fushën e lojës, pa me një dominim skuadrës tonë, po me shumë rastet huna, me shumë rastet të shpërdurume. Pra që do të thotë se kjo është një lojë e cila loja futbollit në qoftë se shpërduron shumë raste dhe pastaj ne themi të nam fati. Kjo është e gjitha. Pra ne duhet jemi ma konqis në veprimet sulmuese, duhet jemi ma shënuesa sulmuesat, pra nuk duhet jenë shumë individualista, por duhet të shërbejnë shumë mirë për njëri tjetër në mënyrë të tillë që ta mbyllim neshë. Tashmë them se skuadra është drejt konsolidimit dhe duhet të analizojmë shumë mirë në mënyrë të tillë si të rregullojmë dhe këto pjesë. E nisëm shumë keq ndeshjen, pasi lutëm pak më frikë dhe kishim mundësi me lutë më shumë përse lutëm. Orëm 2 gola të shpejt. Ai kartonin kuq, pastaj fillon të marrë veten, anulloi gol. Pjesën e dytë me aq lojtar sa ishim, me aq mundësi sa kishim, besoj që dominuam lojën pjesën e dytë. Edhe jam shumë i kënaqur, s'ke çka kërkoj me 10 lojtar 70 minuta. T'japësh kaq shumë. Jam shumë i kënaq. Nuk diskutohet, me element, me emra, me investim është pa diskutueshëm, për mua është një investim Superligë, jo kategorisë dytë. Me këtë rezultat, Beslidhja konsolidon kreun e grupit me 10 pikë pas 4 javësh dhe vazhdon rrugtimin drejt objektivit mallor, ngjitjes në kategorinë e parë. Tashmë vëmendja e lezhjanëve është përqendruar tek sfida radhës ndaj Tërbunit të Pukos, e cila do të luhet javën e ardhshme.